Selam aleikum hoj, a ban me prej një gjell për kurban se nuk I kemi mundësit për më shumë. Aleikum selam, rahmatullah. Allahu ju shpërbleft u ashtoft mas pari imanin, pastaj respektin për dinin e Allahut, ju ashtoft bujarin edhe pasurin. Nuk therët për kurban gjeli, kush zotë tjetë prej kafshëve, jo prej shpenzve. E I dini kafshët, delja, dhija, lopa, deveja, ballica, këto. Ti që s'ke mundësi, nuk ka problem, s'ke nevoj me therë. Në dinin e Allahut, ekziston rregulli ku besimtari nëse ka niyetin e mirë, niyetin e sinqertë, për I Zatë Zotit, por pengesat, qoftë fizike, ekonomike, shëndetësore, çfarë do qofshin ato, e pengojnë me kry një ibadet, te Allahu I shkruhet sevap sikur me pas kry atë ibadet. Prandaj mos e baj gale, nëse s'ke mundësi, përderisa ke niyetin e pastër, inshallah taala ki me pas sevap.